Ditën e njëjtë parlamenti do të debatojë vetëm për procesin e negociatave për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, dhe mbledhja e deputetëve demokratë u fokusua tek kjo çështje. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shfrytëzoi mbledhjen për të akuzuar kryeministrin Edi Rama se po e bllokon procesin e integrimit. Ky proces, siç faktohet çdo ditë më shumë, është marrë peng nga një organizatë kriminale që drejton Shqipërinë me kreun e sajt Meduzës Edi Ramën. Sipas Berishës, një prej arsyeve pse raporti i Bar nuk po miratohet nga vendet anëtare është qëndrimi i shumicës socialiste kundër kërkesës së SPAK-ut për heqjen e imunitetit të ish së vendës kryeministres Belinda Balluku. Edi Rama deklaroi ditën e Europës se nuk ka lidhje me Ballukun. Në një kohë kur, për respektimin e vendimit të prokurorisë, u bën një seri deklaratash nga partnerët tanë kryesor, por dhe nga vetë Komisioni Evropian. Sipas kryetarit Partisë Demokratike, në këtë situatë nuk mund të ketë ecje para në procesin e integrimit. Vendet të cilat besojnë se procesi i integrimit në Bashkimin Evropian duhet bazohet në meritën, në performancën, në funksionimin e shtetit ligjor dhe ekonomisë tregut, nuk mund të pranojnë që një njeri i akuzuar për 36 vjet burg, 1.2 miliard euro me dosje Lubia, tani tjetë dhe me fuqishme. Të njëjtën parlamenti ka në rendin e ditës debatin për gjithjet e progres raportit Komisionit Evropian. Gjithashtu deputetët do të miratojnë edhe një rezolutë të posaçme për procesin e anëtarësimit të Shqipërisë në BE.